si kur do bësh fëmijë. Për shembull, si e preti një pyetje të tillë kur ta bëjnë, që duan të kenë kontroll edhe te trupi yt? Shiko, her pas here e ka marrë dhe me nerve dhe me inat. Pastaj mësova që ta marrë me humor. Zbulova që nëse ti u thua moshën, shpëton nga kjo gjë, ja? Biles mund të marrësh dhe komplimente të tipit "ua nuk dukesh". është një proces shumë i gjatë, shumë e vështirë në vende si Joni, që njerëzit futen në gjërat më personale të mundshme, që janë zgjedhjet familjare apo zgjedhjet që nuk i ke ti në dorë gjithmonë. Por i ka Perëndia, i ka natyra, varet ku beson. Po pse nuk e kuptojmë që ka gra që nuk e kanë ndjenjën e nënësisë për shembull tash? Ky është një diskutim që shumë herët bëhet edhe në botë, jo vetëm në Shqipëri, domethënë nëse un kam parë sekuenca apo intervista njerëzish që kanë shqiptuar këtë gjën, ose njoh njerëz që kanë thënë, e thon vetëm në rrethe shumë të ngushta, që shiko, mua është një gjë që nuk diskutohet. Do me thënë, ne shqiptarët i marrim të mirëqëna që janë ca gjëra që nuk preken, janë ca tabu, që çdo grua është destinuar që të bëhet nën, vjenora biologjike, ty të bie zilja, nëse ti nuk të bie, ti je njëri shumë i keq, që nuk të ka shkuar mendja deri këtu, apo je egoiste, merr lloj etiketash. Ato që flasin bëjnë shumë mirë, të shkret në këtë rast të shkretët familjar, pastaj që shohin reagimet në rrjet apo gjithë të tjerat, linçimin që bëhet. Kisha një mësafir që nuk ka më tema tabu, domethënë tani, po se podcasti yt është pa komplekse, kurse njerëzit sa më shumë thonë nuk kam komplekse, aq më shumë komplekse kanë. Edhe po të thënë ndonjë gjë, ta zëm në lidhje me veten ose në raportin me njerëzit, ja do mërziten disa njerëz, ja do mërzitet halla, tezja, gjyshja, po fundja është jeta jote. Është jeta jote, por më ka ndodhur për shembull dikur kisha bërë një shkrim në revistë me shumë personazhe që ishte për zgjedhjet e ndryshme sa fëmijë keni. Dhe një njeriu im, që ishte njeriu im edhe njëri publik, por edhe i familjari imi, kishte thënë që kam vetëm një fëmijë, sepse aq dashuri kisha, nuk kisha për më shumë. Po të kishte më pak se sa një fëmijë, do kisha më pak, por një aq. Edhe prindi i këtij personi, që ishte një familjari imi, pata këtë diskutim që pse duhet ta bëni këtë gjë publike. Unë thash që është një deklaratë normale, është një gjë që thuhet, edhe më erdhi përgjigja, po pse ju do ta ndryshoni botën? Kjo është një gjë që s'ka pse thuhet publikisht. Pra ne kemi akoma ato filtrat shumë të forta, sepse mendojmë që lëndojmë njerëz apo gjithë tjera, qoftë edhe për faktin që vjen ndoshta edhe një pikë dhe thua me vërtet pse unë do ta rregulloj botën, s'po e them fare, nuk po i jap këtë kontribut sepse nuk e di se sa ti jep të thuhet ashtu, sepse fundja, nëse ti ke një mendim të caktuar, edhe bota le ta pranoj mendimin tënd. Domethënë, mund të jetë kundra botës. E vërtetë është, po është dhe një shprehje 50 vjeç na lejohet jemi dhe cinik, në luftën mes meje dhe botës unë marr anën e botës, kështu që për qetësi në këtë rast. Po ti e ke pas ndjenjën e nënsisë, Iva? Shiko, ajo zilja nuk ka tringëllir ndonjëherë, nuk e di atyre që u ka tringëllir, po ndonjë alarm, ndonjë gjë nuk kam pasur asnjëherë. Unë kam pasur gjithmonë një ide dhe një ide të rrënjosur nga familja ime që unë duhet jem me zonjë vetes, duhet ja dal vetë në jetë, nuk duhet varem nga askush, nga asnjë burr, përfshirë dhe nga i mat. Sado që unë mendoj gjithmonë që i vetmi burr ku unë mund të mbështetesha gjithmonë ishte i mat. Dhe unë gjithmonë kam dashur që të kem familje. Nuk kam menduar asnjëherë që të gjej një partner sepse erdhi ora dhe mbaruan në treg dhe duhet të gjej urgjent një partner sepse është mosha kaq edhe ka ngelur kaq vezë dhe ora biologjike ka të bëjë dhe me këtë, me rezervën e vezëve. Në këtë rast shumë banale, po ta llogarisësh, ka që ndoshta e ndjejnë si alarm, unë alarmin nuk e kisha, gjithmonë më zhdukur sikur jetën e kam përpara, e vetmja gjë që gjithmonë kam qenë e ndërgjegjshme dhe kam pasur bindje është që unë nuk do bëja asnjëherë familje
sepse erdhi ora dhe të shifja vërdall, tani erdhi ora, unë më duhet një burrë dhe duhet të gjej një, sepse s'kam më kur bëj fëmijë. Njoh shumë shoqe, kolege, njerëz, shoqe të shoqeve që e kanë bërë këtë gjën, disave ju ka ecur mbar, disave jo, janë zgjedhjet e tyre. Zgjedhja ime ka qenë gjithmonë kur të kisha jo vetëm flutura, por të ishte edhe personi duhur në shtëpi dhe personi me të cilin unë dua të kaloj çdo ditë jetës time deri në frymën e fundit. Dhe unë kam gjetur atë person në një moshë që ishte relativisht vonë. Kështu që në atë moment pastaj nuk kam dashur që t'i futem këtij kalvarit të jashtëzakonshëm me ku fëmia zbret nga ai kuptimi hynor që ti ke dhe ajo gjëja magjike dhe përfundon në laborator në sasi vezësh, analizash dhe gjithë të tjera. Më duket madje një shoqja ime dikur që e mendonte dhe ta bënte vetëm dhe ajo hoqi dorë, unë kam qenë gjithmonë kundër kam shumë respekt dhe admirim për ato që ja dalin dhe ngjizin një fëmijë vetëm që në fillim dhe ja dalin ban. Një shoqja ime kur donte ta bënte u tërhoq vet, jo për shkak të presionit ton, por tha erdhi një pikë tha dhe mu duk sikur do bëja koktejl dhe jo fëmijë. Kur shifte ato të dhënat, si duhet ishte babai i fëmijës, flokët kështu ngjyra ashtu, shtodhe pak të, hidhi pak piper, pak është unë jam dhe besimtare dhe mendoj gjithmonë tek diçka hynore dhe them në fundit që vullneti i Zotit ishte që unë të kisha një familje në këtë moshë, të kem shumë dashuri, të kem familjen time pak më të madhe ku hyn imvlla mbesat e mia, ku kam shoqe të ngushta dhe fëmijët e tyre, prej shumë vitesh jam një teze e tyre dhe mbi të gjitha të jem mirënjohëse për jetën time dhe të numëroj bekimet dhe jo të marr mungesat. Këtë e kam pasur gjithmonë. Gjithmonë kam numëruar bekimet, asnjëherë nuk kam thënë çfarë më mungon. Dhe në këtë rast